Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Sonte pra nuk jemi në studio të TV Syrit, por jemi në studio fitnessi sepse kemi një të ftuar ndryshe. Sonte pra kemi mysafir jo vetëm një sportist, por një shembull karakteri, disipline dhe qëndrueshmërie. Sonte do të flasim me një person i cili nuk është vetëm atlet, por është edhe frymëzim dhe shembull për fëmijët të rinj dhe jo vetëm për këta, dhe është ai person i cili na kujton se jemi ne ata që vendosim kufit tonë. Pra, sonte kemi kënaqësinë që ta kemi në emision atletin e njohur gjakovar, kosovar dhe bar shqiptar, Tiran Mamushën. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe Tiran në emision. Mirë mbrëma, faleminderit shumë për ftesën. Dhe sot do të shpalosim disa tema që më thonë që janë tema shumë të rëndësishme për zhvillimin e një fëmijës, për aktivitetet fizike që mund të më bëjnë një rritje në kushte shtëpie, se zakonisht na kena pretekst se nuk po kam kohë të lirë, nuk po kam hapësirë, nuk po më marr fitnes më ushtru, edhe janë disa ushtrime që më bëhen në natyrë, më bëhen në shtëpi, edhe gjatë vendit punës e kështu. Faleminderit Tiran. Po unë kujtoj që këto ushtrimet mes të rriturve edhe fëmijëve kanë dallim. Na tregoni cilat janë ato dallimet bazë. Po zakonisht për fëmijët edhe për rritin janë bote pjesa dallimeve, e ushtrimeve, domethënë për fëmijët zakonisht një fëmijë zakonisht është në procesin e rritjes. Gjatë procesit të rritjes zakonisht ushtrimet duhen më kohë për pjesën e balancës, koordinimit, më shumë me pjesë lojës, për arsye që gjatë një aktiviteti fizik tek fëmijët është rëndësishëm vetëm për arsyen që me ajo vetbesimin edhe qëndrueshmërinë e punës një fëmijës. Ndërsa të rritur, domethënë sipas zakonisht një rritur përgatitet sipas nevojave të veta. Zakonisht një ecje 20 minuta deri në 30 minuta maksimum është e mjaftueshme që me pas një sistem kardiovaskular më të shëndetshëm. Tiran, tash para se me fillu me stërvitje ose me ushtrimet, fëmijët, ju besoj që mendoni që është e rëndë spakut të bëjnë një vizit të mjekët ose të mjekët tyre, para se marrë të ju dhe mandej ju për më të rëson që vlerëson një nivelin fizik fillistar të fëmijëve. Po zakonisht kur filloj me një fëmijë, domethënë me një sportist të ri, mas pari është domethënë biseda me prindin për aktivitetet fizike që bën fëmia gjatë ditës, për pjesën e ushqimit, për pjesën e pushimit, edhe zakonisht në fillim nuk bëj teste fizike shumë të rënda për fëmijën, më ia mat pjesën fizike, po vetëm pjesën çysh hec, lëvizjen, sa ka forcën e përgjithshme gjatë hecjes, nëse ka ndonjë problem pjesën e shpinës, edhe kështu mas ne fillojme me zakonisht me ndërtu një farë force fizike, me ndërtu koordinimin, balancin, e mandej duke po hapasapi. Normal, edhe pjesa e domethënë tek një mjek, pjesën e EKG-s, pjesën e zemrës, sistemin kardiovaskular, domethënë edhe shoh gjendjen fizike domethënë të një fëmijës. Mandeja filloj me programe, domethënë se çdo trup e ka një plan, më thonë një program që duhet të bëjë veças njëri me tjetrin. Edhe progresi domethënë nuk është gjithmonë që një fëmijë me pas domethënë jo ngarkesë fizike të mëdha, domethënë të shku hapasapi derisa e shohim domethënë progresin. Domethënë ko pas kohë, edhe çdo ushtrim që bëj vetëm me peshën trupore, që mos më jam ngarkesë mëdha. Tiran, na kemi edhe një fat tjetër që sot me ne është një djalë, i cili është një nxënës i juaj, me të cilën ju merrni në kuptimin e përgatitjes së tij fizike. Nëse s'gaboj emrin e ka Leo Trim. Leo Trim Korasani. Ne sa për informat shikuesve kemi marrë lejen për një vetë që mund të
të gjerojmë disa nga ushtrimet, Ushtrimet. të cilat janë edhe një prezantim për fëmijët, për prindërit Po. e fëmijëve, se si vlerësohet ose cilat janë ato ushtrime, s'po ka ushtrimet bazike që thatë jo me peshë trupore. Atëherë na ftojmë në leotrimin me ardhë të ne, leotrim. E mbrëma mirë se erdhi. Kisha pas dëshirë pak të rënë mi prezentu leotrimin. Sot me neve është edhe leotrimi, leotrim Korasani është futbollist, është moshën 13 vjeçare, bashkë me leotrimin i bojmë pjesën fizike 3 herë në javë. Edhe sot me leotrimi kena mi demonstru disa ushtrime që zakonisht i bojmë, domethënë pjesën e balancit, koordinimit, e kështu. Shkojmë mas bojmë nxemin e durve, bravo. Bravo. Tash kthehem mrapa. Kthehem mrapa. Bravo. Ta shkujem. Një. Bravo. Ta shkujem monash. Bravo. Ta shkujem komen. E bën. Një. Bravo. Bravo, ta shkojmë, bëjmë skipin, e bëjmë skipin shumë poshtë. Bravo. Bravo, shumë mirë. Ta shë bëjmë e gjuhë, mundohë kom e gjuhë sa më nëllë. Bravo. Okej, ta shkojmë. Një. Tash në nisim bëjmë ato ushtrimet që i bëjmë me kësi. Rrimë e bëjmë squatin, okej? Një, bravo. 2, bravo. 3, bravo. 4, bravo. 5, 6, 7, 8, bravo. Posha tash, posha pak. E bëjmë hapin. Një. Okej? Bravo. Vazhda ti. Bravo. Vazhda. Bravo, posha. Tash po vazhdojmë ushtrimin për balancë. Edhe mas pari e qesim komen që te. E mojmë ka 5 sekonda. Mas e bojmë me lëvizje. Bravo. 2, 3, 4, 5, bravo. Ndrojmë komen. Jo. 1, 2, 3. Këto ushtrime i bojmë për mi forcu pjesën e nyjeve, edhe pjesën e koordinimit, pjesën e balancit trupit. Bravo. Posha. Tash shkojmë në squat. Edhe këtu mundohem që me majtë pjesën e balancit në 2 kont. Okej, veç le trupin edhe pak. Bravo. Filla me në squat. 1, 2, 3, 4, 5, bravo, posha shumë mirë. Tash shkojmë e bojmë edhe pjesën e për pjesën e ligamenteve onash që bravo. Bravo, posha. Bravo. Bravo. Tash e merr topin, pikse unë se këthen. Bravo. Bravo. Vazhdo njëjtë. Bravo. Tash hec me top, hec 1 metër me top, e lën topin, hapet kthesh të vendi, e merr topin, vazhdon përpara.
Bravo, këtheo. Bravo. Bravo. Shumë mirë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Falenderojmë për aleotrimin për demonstrimin e këtyre ushtrimeve. Po të dëshirë të rëndë t'ju pyes për një çështje e cila i bërgos edhe prindrit. Kur ata duhet të shqetësohen për dhimbje, se mund të kenë dhimbje ose pas ushtimeve. Zakonisht pas ushtimeve vijnë dhimbjet muskulare, dhimbjet normale por nëse vazhdojnë dhimbjet që janë dhimbjet padurueshme për trupin e fëmisë, edhe që janë dhimbjet lokale, atëherë duhet me konsultu me trajnerin, edhe gjithashtu me konsultu pastaj me një mjek rreth lëndimeve, një ortoped për lëndimeve më të tushme, edhe me vazhdu ekzaminimet e tija mjekësore. Tironi ju një atlet karriere i mirë njohur si dhe e din gjithë, po më intereson çka ju motivon juve me punu me fëmijë. Din qysh me fëmijë përveç fëmijët motivojnë vetë. Edhe mu shumë interesant me punu me një fëmijë është se përmes një fëmijët kur ta shën progresin që arrin një fëmijë edhe sukseset e veta në pjesën në sportin e tëne, edhe ty t'jep një farë lloj motivi ekstra edhe me vazhdu punën tonë, teme si atlet në këtë rast, edhe punën si një trajner. Puna që një punë me fëmijët motivon ma shumë. Mu personalisht motivon. A ka ndonjë para përgatitje për fëmijët që prindërit duhet ta dinë para se me fillu me aktivitetet apo ushtrimet fizike, si këto që i pak më herët, duhet ndonjë ushqim i caktuar apo regjim mjekësor diçka tjetër. Zakonisht ushqimet me mëngjes nuk bën një fëmijë marrë në ushtrime paktën pa hungur me mëngjes. Do të thonë nuk po folim për dieta strikte, po për dieta që me pas energji për me i zhvillu këto ushtrime. Zakonisht unë ha të shonë me mëngjes, edhe i propozoj këtë fëmijëve që në mëngjesin me pas ushqim të lehtë, të shorë, vezë janë shumë të mira për një fëmijë, për protein, ushqimet me protein edhe me të jenë të hidratun, me lëngje. Mendoni që nëse mirën me aktivitetet sportive, fëmijët do të bëhen edhe nxënësa më të mirë psikologjikisht, do të jenë më të fortë, edhe do të largohen të azojmë asë që në bërgos shumë. Veseve të këqija në përgjithësi, teknologjisë të prume, informative tjerë. Nëse një fëmija fillon me marrë me sport përveç se anën fizike e ka shumë ma mirë, gjithashtu edhe anën psiqike, anën mentale, sporti e zhvillon shumë anën mentale, edhe pa marrë parasysh një tardhme ako me vazhdu karrierën si sportist apo një karrierë tjetër, gjithmonë një fëmijë që u marrë mirët me sport, ka me qenë shumë ma produktiv se sa një fëmijë që është pasiv. Tash do të flasim për ne të rriturit, të cilët jemi si duket edhe më dembel se ata, edhe po ta dëshirë të bisedojmë para se me fillu me na demonstru disa ushtrimet të cilat mund t'i zhvillojmë ne në aty edhe ku punojmë ose ku jetojmë në shtëpitë tona, edhe në këtë mënyrë edhe eliminohet edhe arsyetimi se jo përbjerë shi o borë, ose përpritoj, më shku në fitness klube, atëherë na tregon se si e vlerëson një të rritur para se me fillu me trajnimet. Po zakonisht duhet me pas këtë pjesën e shëndetit, domethënë një pasqyrë të përgjithshme fizike. Domethënë analizat e gjakut, pjesën e sistemit kardiovaskular, që është pjesa kryesore, edhe nëse ka ndonjë sëmundje kështu të trashëguese ose ndonjë sëmundje kronike. Mandej mas e filloj me një plan që i përshtatet trupit ti, edhe gjithmonë duke marrë parasysh edhe qëllimin shkakoj person. Zakonisht ushtrimet një njëri me qenë me një përgatitje fizike optimale është domethënë 30 minuta janë të mjaftueshme që mundni jo vetëm mirë fizikisht, por mundni edhe mentalisht, edhe më konë shumë më larg stresit, edhe më konë më produktiv në punën që e bën. Pa më parasysh çfarë punë. Ti ki shumë klientët të cilët drejtohen te ti pjesën e vrapimit zakonisht. Po ndër arsyetjen edhe
dhimbjet që na shkakton mënyra apo stili i jetesës sedentare apo ulës. E kjo është dhimbja e shpinës, qafës, gërçet muskulore. Po, do të thonë aktivitet fizik, do të thonë aktivitet më i thjeshtë fizik është ecja, se mundesh me bëu gjithkohë dhe nuk ka ndaj farë filozofie shumë e madhe, domethënë 20 deri në 30 minuta ecje gjatë ditës është e mjaftueshme që këto thimbje paktën mi reduktu. Po. Tash jemi ardhur me një fazë të emisionit ku ju do të na demonstroni ato ushtrimet të cilat mund t'i zhvillojmë secili për ne, sado që jemi amatorën. Po. Fillojmë na vetëm një lloj nxemje të vogël. Po. Edhe mas e pinë nxemjes vazhdojmë në trak. Zakonisht këta muj me bo ose në trak ose në jashtë diku, po çdo nxemjet janë që mund të bëj para se me dal, para se me në aktivitetin atje. Mas parë filloj me një warm-up lehtë, mas warm-upit vazhdoj me pjesën e vrapimit. Në këtë rast me bo sot kena me bo në treadmill, po muj me bo edhe në jashtë natyrë diku. Filloj mas parë me nxemjen e krave. Shkojmë mrapa. Shkojmë onash. Shkojmë belin. Shkojmë në tjetër. Pastaj filloj me nxemjen e këmbëve. Shkojmë ma gjatë. Zakonisht ushtimi i bojmë ka 10 përsëritje. Shkojmë në tjetër. Shkojmë ma gjatë. Këto ushtrime janë mjaftueshëm, kjo nxemja është e mjaftueshme për me fillu një aktivitet, është një vrapim diku 20 minuta deri në 30 minuta është maksimale. Zakonisht një fillestar mundet me fillu me vrapu, pavarësisht me i bo 1 minutë vrapim, 2 minuta hecje. Zakonisht këta bojmë për arsye që me fitu kondicionin e përgjithshëm, mandej shkojmë duke e zvoglu kohën e pushimit edhe të rrit kohën e vrapimit, po mujmë edhe vetëm hecje pak ma shpejt. Po gjithmonë duhet më konë kontrolli që durt edhe kohë më konë të koordinuna njëne me tjetërën, edhe frymare me qenë që me marë frymë me hunë, edhe e shën frymarjen me gojë. Zakonisht gjatë vrapimit janë disa teknikat frymarjes, ku domethënë gjatë vrapimit mujmë me marë frymë me një frymarje, mujmë me marë frymarje me 2, domethënë 2 herë marrim frymë gjatë 2 hapave, 2 herë e lëshojmë frymarjen. Me këtë aktivitet, çdo person domethënë mundet me ndini performancë fizike, mundet me rritë kondicionin e vetë përgjithshëm me diku 30-35 minuta maksimum. Edhe nuk është e domosdoshme që gjithmonë me fillu me ritëm shumë shpejt vrapimit, për arsye që nëse fillon shumë shpejt, andej atëherë do t'i argjojmë ato energjinë tonë dhe s'mujmë pas me vazhdu deri në fund me e përfundu aktivitetin. Këto ushtrime mund mi bo dhe pasi e përfundojmë vrapimin, janë ushtrimet e përgjithshme për me i forcu muskujt e këmbëve,
borkut, edhe pjesën e kranorit. Filloj mas pari me ushtrimin squat. Zakonisht më bo 3 përsëritje nga 8 deri në 15 përsëritje. Gjithmonë sipas performancës tonë që kena, forcës që kena. Vazhdojmë pompat. Nëse kena pjesën e forcës trupit kranorit të jo shumë të fort, atëherë muj me fillu me gjoj. Vëllon në gjys pomp. Edhe zakonisht i bojmë 3 seri me nga 8 deri në 10 përsëritje. Kush e ka pjesën e fitnessit më zhvilluar, atëherë muj me bo pompat pompat normale që janë. Ushtrimi tjetër janë plank. Plank është ushtrim që e ndërton pjesën e bërthamës barkut, forcon barkun edhe pjesën e shpinës. E bojmë këtë pozicion. Fillojmë me 15-20 sekonda, mandej pas çdo kohë fillojmë duke e rritë edhe pjesën e ushtrimit. Duke i rritë edhe serin, edhe përsëritjet. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Faleminderit Tiran për këto demonstrime, po edhe herë përmendi që krejt këto dhe shumë tjera për të cilat na nuk kemi kohë në emision të prezentojnë gjitha, mund të zhvillohen në ambientet e shtëpisë, në ambientet e punës. Janë shumë nuk marrin kohë të madhe, marrin më vërtetësisht 10-15 minuta ushtrimet fizike, vrapimi diko mërna 30 minuta, thash, edhe deri në 45 minuta është e mjaftueshme që një i rritur me pas domethënë me marrë me sport. Domethënë përveç se pjesës forcës trupit, gjithashtu edhe pjesën e kardiovaskulare e përmirëson. Patjetër. Sa herë njaftë mendon ti që është optimale, tha 30 minuta, po sa herë njaftë për me fillu një po ndryshimin njerëz edhe në aspektin tjera. Domethënë për 3 herë njaftë ushtrimi të mjaftueshme, edhe pse gjatë ditëve zakonisht na kena lëvizje të gati çdo ditë, po 3 herë njaftë janë të mjaftueshme mi bë këto ushtrime. Janë mjaftueshme për një person. Po. Tirana do të flasim edhe për përgatitjet tuaja dhe për planet tuaja dikur ka fundi emisionit, po deshta të pyes, ishe ti ndryshimet në aspektin e energjisë, metabolizmit, edhe ndryshimet psikologjike të personat të cilët në mënyrë të rregullt të ushtrojnë? Po është shumë e dukshme edhe rezultate që pjesën e metabolizmit, në qarkullimin e gjakit, reduktimin e stresit, që janë domethënë është shumë stresuese në ditët e sotme pjesa e stresit, domethënë është aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm në këtë pjesë. Domethënë ka rol kyç, më thonë. Janë disa preparata apo suplemente të cilët preferohen më shumë se sa të tjerat, po ta dëshirë me fol sipas përvojës të cilat janë ato që ti preferon edhe sa është më rëndësi hidratimi për përgatitje dhe pas aktivitetit fizik. Hidratimi është i domosdoshëm, pika kyçe për aktivitet fizike. Unë e thamë gjithmonë suplementi kryesor për një person që dënë me marrë me sport është disiplina. Nëse ki disiplinën, i ki këtë sene tjera, po shka muj me propozu janë në pjesën e proteinës, do më thonë për me kriju një masë muskulare do me pasë trupi me marrë protein, proteina luan rolin tjetër kyçën pjesën e regenerimit trupit, mandej unë se preferoj kreatina, edhe persona që dojnë me u pesh, do më thonë edhe janë pjesa e suplementet tjera, vitaminat, magneziumi, kalciumi, zinku. Do më thonë që të janë pjesa kryesore, edhe L-karnitina nëse është mbi pesh edhe dojnë me u pesh, edhe mund me përdojnë L-karnitina. Edhe gjithmonë këto suplemente përdojnë, më thonë, me jo gjithë kohës, po duhet me bëjt disa pauza, zakonisht këtë pjesë që praktikojnë, për foli gjithmonë për pjesë prej praktikës tënë. Tiran, shumë faleminderit për krejt çka na tregove dhe me tash do të flasim për ty. Tash së fundmi një këthy për një goret, me të cilën ju jeni krenu se keni
një kvalifikuar se keni marrë medaljen, se s'ka bëjnë. Vendin e tretë, po. Vendin e tretë na tregon si kaloi 2025, cilat janë planet e 2026, edhe një pyetje që gjithmonë më intereson për sportistat tonë, sa keni veprare prej shoqërisë? Po. Sfundja kam pas garën në Katar, kom arrit me dali treti, me një konkurrent, me thonë konkurrent shumë të fort, diku 3500 garos, edhe disha shkakun interesant dhe konkret, ka qenë luft mes Kosovës edhe Serbisë në të garë, se ka pas shumë atlet prej Serbisë, kam arrit me dali treti, jam shumë i lumtur me plasmanin, sa për vitin 2025, viti 2025 si vjet ka qenë veti, më thonë, viti i shumë i vështirë për mua, parësisht që jam kthy për një lëndimit, edhe kur një nërë ku kam fillu përgatitje, si jam emocionalisht shumë i përgatitur nëse muj me përballu gjithë presionin e garave, edhe nëse muj më kthy në formë që jam kon përpara. Po me përgatitje fizike, me disiplinën teme edhe me gjithmonë me përkrajen, kam arrit që prej muaj shtator me fillu me gara dhe më koni gjithmonë në pjesën e podiumit. Këtë vit kam garu edhe në kampionatin evropian, ku kam përfasu shtetin e Kosovës, gjithashtu edhe në kampionatin evropian për shtete, edhe atje kam përfasu shtetin e Kosovës në 500 metra. Për mu në përgjithësi ka qenë vit, më me thonë, vit i sukseshëm, duke më parasysh sfida tjera që i kam kalu me shëndetin, kam arrit me i te i kalu edhe më këthyn atë pjesën ku jam punë. Sa për vitin 2026, për mu fillojnë garët e në mujnë në shkurt, do të garoj gara por do tjetë në maratonën e Splitit, edhe mandej të ashoj me të më garët, dhe tash jam bisedime me disa gara evropiane që ma kanë boftesen, edhe tash do t'i shërtoj, edhe do të filloj do më përgatitje në pjesës tjetër, garëve. Njëve në mbetet me të ru sukses, po e kom edhe një pyetje. I përmende lëndimet, po shpesh vrapusin shtigje gjatë asfore edhe ju, kanë momentet vështira që pojtojnë gjatë vrapimit. Në të regon në një rast, ose në rastet cilat kanë qenë më të vërtet, të vështira, por prapë se prapë ti me vullnetin që e ki qelik, ato adin gjithë, e ki ka përcujo dhe si ka përcenu. Zakonisht, pas jam kthy për lëndimi që kam pas një problem për ngarkesës madhe fizike, e kam pas një gjakderdhje në pjesën e aduktorëve, edhe mas e aduktorë kam pas dhimbje shumë të mëdha. Një gara kam krye në Berat, ka fillu gara, koma ka qenë e blokun e krejt. Kam arrit që me qatë dhimbje mi përfundu 10 km dhe me dal i treti në podium. Mas 3 jave kam pas kampionatin evropian. Kampionatin evropian jam shu dhe më thonë me gjithë kome. Kam pas dhimbje shumë të dhaja dhe këtë kohën e kam majtë, këtë kohën veç me masazh, dhe më thonë 3 javë dhe s'kam ushtru hiq. Po, kam arrit dhe më thonë, thjeshtë, më thonë, pjesa që kam bën për me vazhduar pjesa disiplinës, se kam qëtë pjesën e disiplinës, se motivimi zakonisht me një fazë je shumë i motivun, me një fazë jenë motivimi, po momenti ku ta ki disiplinën, këtë qëllimet të tuja i arrinë, vetëm me disiplinë, edhe me konsistencën. Pa dyshim. Për fund, një mesazh për publikun tonë. Mesazhi jam, çdo herë them që mesazhin e shumë i thjesht, pa më parasysh sa e vështirë është ëndra ose rruga për marritë drejt ëndrave tuaja, nuk bën asnjë monal. Domethënë nëse nuk i frikë për ëndrës tonë, atëherë nuk është ëndër që ki qef ma realizu. Edhe më thonë që nuk bën më dorëzu pa më parasysh, veç doni me vazhdu përpara, me arrit qëllimin ton. Edhe vetëm çka kam me princip tjetës teme që të më parasysh sa vështirë ka më qenë rruga për më ngajti maraton, sa vështirë janë përgatitjet, asnjëherë domethënë nuk heqi dorë prej ëndrës teme. Faleminderit shumë për fund. Tiron një pyetje personale, po më duhet me lexuar spori një publikim shkencor, studiuesit në Universitetin Ulster dhe Swansea kanë publikuar një studim i cili është zbatuar sfundimi në revistën Psikologjia, Sportit dhe Ushtrimeve. Ata kanë zbuluar se vrapusit që buzëqeshin
përdoren më pak oksigjen, janë më racional dhe arrijnë rezultate shumë më të mira se sa ata që qëndrojnë të ngrysur dhe duken si nervoz. Kjo do thotë është aspekt shkencor. Këtë ka bo Eliud Kipchoge, maratonisti më i mirë botnor që ka ekzistuar ndonjëherë. E bën edhe? Edhe unë e bëj qëta shpesh edhe gjatë vrapimeve të mia që i bëjnë qytet edhe kur më shohin njerëz ballë për ballë, edhe unë zakonisht buzëqeshi, po nuk buzëqeshi me persona, se zakonisht gjatë vrapimit na jena këtë pjesën jena shumë meditim, total jena meditim. Edhe zakonisht edhe njerëz të afër me ne, ku më kalojnë ballë për ballë, unë nuk i shoh. Unë e keshi, po nuk jam të kesh me ata, domethënë e praktikoj që të pjesën psikologjike që sa buzëqesh, truni jonë e përceton që trupi nuk është i lodhën, edhe mund të vazhdoj me ngajt edhe 20, 30, 40 kilometra. Janë disa pjesë, domethënë detaje shumë vogla që e bojnë një diferencë shumë të madhe. Edhe për kretin fund, një thënie të këtij maratonistit njohur Kipchoge, po. Ai ka thënë, ato që ka tha ti, me fjalë tjera, po i njëjti kuptim. Nëse beson në diçka dhe vendos në mendin dhe zemrën tënde, ajo neutralizohet. Ti tu i realizu të marr parasysh se prapë i ke një pyetjes lidhur me përkraje. Po, me përkrajen, më thonë, qyteti Gjakove si bizniset e qytetet e më përkrajen. Përkrajen, po, domethënë për marrite pjesën ku synoj une, domethënë vjen përkraje shumë e madhe, vjen shumë, domethënë me financa shumë të mëdha, dhe unë mundona këtë kohën si më thonë, një pjesë përgatitje me bon Kosovë, një pjesë jashtë Kosovës, me mundësi që i kam. Atëherë edhe këtu ta bëjmë një apel, edhe për ata, sidomos për shtetin e Kosovës, sepse ti prezanton në mënyrë shumë dinjitetshme edhe ngjyrat e vendit tonë. Edhe unë mendoj që ja vlen me qenë i sponsoruar ose i përkrahur edhe më shumë. Atëherë për kretën fund unë të falenderoj shumë për kohën, për organizimin e këtij ushtrimi ose ushtrimeve, dhe shpresoj që 2026 do të shkon spaku me shëndet plot, dhe do të kesh sukses edhe më shumë sa herëve tjera. Unë kaq kisha parë se të mbylli misionin dhe herë thash faleminderit. Faleminderit edhe juve për ftesën, edhe këtu njëri, domethënë prej neve si sportista janë që më motivu edhe tjerë. Për mua zakonisht gjatë karrierës kena fitore, medalje, kupa, po se janë më rëndësishme për mua është nëse të paktën gjatë karrierës time e ka motivu dikon një të ri ose një person tjetër më marrë me sfar. Domethënë për mua është më shumë fitore që ajo me motivu dikon se sa se i marrin kupa, se kupat nesër mas nesër harrohen adin, edhe ndjenjen që e ke jap një personi, domethënë ajo është e paharrueshme. E ti këto bën vazhdimisht. Faleminderit edhe herë. Të dashur miq, për fund ta kujtojmë një fakt se teknologjia me të vërtet na jep një ori informata, po është sporti dhe sportistët si puna e thjeronit, i cili na frymëzon dhe na jep shembull për një jetë më të mirë, na hapur horizontet, dhe porosia për sonte është sa më pak ekrane e sa më shumë sport. Kaq kishim për sonte, bashkë më pas. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.